Vjen nga Emiratet e Bashkuara, gjithsesi nga Dubai, ku në një farë forme dhe kryeministri i Dubait, Sheikh Hamdan bin Hamad Al Nahyan, i njohur në mënyrë të ndryshme, por me të famshëm se Sheiku i Ilberit. Sheiku i kujt? Ilberit. Ilberit. E ka kalu Ilberin kë? Nuk e di, shpresoj që ti kemi pamjet, sepse është kriju... Pamjet të kalu Ilberit. Ka kriju hameri numër 1 në historinë e njerëzimit, ose hameri më i madh në historinë e njerëzimit, atë mund ta gjeni në Dubai. Për pikë të qefit, për dëshirën e tij më të madhe, e ka kriju një hamer të tillë, hamer H1, X3, një automjet gjigant, i ndërtuar normalisht në porosi, që ndronë si simboli dashurisë për veturat që ka i biri Sheikut, nëse guxojmë me i thonë kështu, njëri prej personave më të pasur edhe në historinë e njerëzimit, me një gjatësi të mahniqme 46 fit, ose 46 hapa, ose 46 këmbë, nëse mundemi me i thonë kështu, është i gjatë, është i lartë 21.6 fit edhe kjo, se nëse e përkthejmë në hapa, në metër, 26 hapa i bje 14 metra. E 21.6 metra e 58. I bje 6 metër, do më thonë, i lartë, për të ngjitur ose për ta vëzitur, duhet 6 metra është lartësia dhe gjerësia që është edhe më interesante, do më thonë, i gjon, është më shumë se i bje edhe ai dikon 7 metër ose 5 metra e gjys, 6 metër, që e blokon komplet një kursi, ndoshta po e shohim që del gomat, po del edhe goma e veturës, ose po e shohim edhe në rreth, po kjo duket nga njerëz si inteligjencë artificiale, po kjo është gjë reale që ka ndodhur së fundin në Emiratet e Bashkuara, gjithsesi në Dubai, aty ku imagjinata e njerijut, unë kur kam pas një emision, pata pas një stand-up, ku përfundon imagjinata e njerijut, nis realiteti i Dubait dhe i vendeve arabe, gjithsesi i Emirateve të Bashkuara, sepse atje kom pa gjërat cilat nuk mundesh me i pa, ndoshta nuk i bjen. A e kona e herë Kam qëndruar ndoshta 12 ditë, çka? Me punë, kam qenë me punë. Amo me reportazh, dokumentar reportazh. Jo, se ti shejk si e, kështu që për di që me punë tjera s'ke shku. Pa i valla, i pata vesha të tjesha të bashkë si Sheiku të kësha. Mashallah, ma veshin habibi, you're looking very good. E mdo këtë i pata lëbu që pa dole e flamuri. Jo, është ka qenë, jo. Kujtu që te ka lëbu si kësa i vëllë. Punëtor tjerë. Ne kemi qenë nga sektori i mediave.